Se kam ditur që ka njerëz që ju duan dyve. Unë kam menduar që vetëm unë jam ai që ju duan. Jo. Kam menduar që kam menduar që ka shikues që duan Blerimin, që duan Halilin ose të tjerët me një farë sepse këta e krijon. Shikuesi nderuar e ka kuptuar që debati nuk I bën dëm kësaj çështje. I bën mirë për kundrazi. Ka mundësi që të jetë votues I LDK-s ky. Pse jo? S'ka debat. Pse po çesh unë? Ta mund puna, po të valorin dhe të ke ka debat. Po ty Blerim? Ahmeti, apo Ahmeti emrin? Jo, Ahmet emrin, Kastrati bjerni. Po. Ahmeti, zoti Kastrati, e falemderoj për është të vërtet. Po, që ka I LDK-s, ja, po e shoh me po shoh që pas ka afishuar flamurin e Rrugovës. Po, Rrugovist atër ko ka. Po, pse Rrugovist LDK-s? Po, Rrugovist jemi edhe unë gashi. Besoj. Po. Unë më dhe që Rrugovist pak a shumë janë gjithë Kosova, po. Si kur tishin. Kanë qenë, shonë mo. Prandaj mire, falemderoj edhe është të vërtet. Ai që e donë demokracinë, ai që e donë debatimin rrëdhimisht në demokraci, duhet pa tjetër me dashtë edhe debatimin edhe të mendimeve të ndryshme, çfarë do qoftë natyret nivelit që mund t'jenë ato edhe çfarë do qoftë ndonjëherë edhe zonat ngritun të tjera mund t'ketë. Po zoti Gashi, lejo të falenderoj shumë për pjesëmarrjen sot në debat. Natyrisht falenderimi vlen për zotin Matoshi. Falenderoj shumë. Për zotin Hodaj dhe zotin Gashi. Hodaj, po, absolutisht. Je relaksum, gjithmonë dina mirë këto. Faleminderit shumë. Tani, se di sa, kemi në një minutë. Është edhe debati kështu tamam me argumente. Edhe tamam debat. Pra pas kena meskine dhe planifikime që dëmtohet dikush. Do është edhe moderatori I përgatitur. Faleminderit shumë. Po nuk do të isha gazetar, po që se do ta bëja edhe një pyetje. Çfarë ndodh me rastin Peci? Mbyllje. E di që s'keni autorizim për të folur, po ideja është kuptimin autorizim për të folur sepse nuk e kemi çështje. Respekt për ju, edhe për interesin publik, do ta japoni një prononcim. Një prononcim të shkurt. S'kam dhënë as do të jap detaje. Po. Zoti Peci, ministri Peci praktikisht një javë para se me ardhë më ftu për me dhënë dëshmin, apo 10 ditë, e ka dërgu komplet dosjen e ati rastit që është diskutu në media në prokurori. Ju ka thonë po ba debat, po shpifet, po manipulohet, qek komplet dosjen. Bastisjet edhe kërkesa për të dëshmin. Shkoj unë aty edhe marrë informacion, shtu I thamë policisë, a keni analizu dosjen, thot po, unë tu mendu që dosje, thot, thasha, keni marrë dosjen që ju ka unë, jo thas jemi farët njëftu. Fatë mirë se gjenë edhe prokurorin atë ko, edhe pësë edhe prokurorin, thamë, dosjen e kemi marrë, jo, se kishin marrë fare dosjen, dhe më kishin ardhë me një dosje tjetër, që e kanë përgatit vetë në bazë bërimeve ndryshme. Dosjen që e ka dërgu ministrin nuk e kishin kishmet në për arkivat të prokurisë, s'ka shku prej recepcionit apo ku do që ka qenë mrenda nështë nuk ka adresuar në mënyrë të duhur. Kjo do të thotë shumë sepse s'ka pas çka me mshef, edhe proaktivisht I ka kërku. Kjo ekziston, mundi me pyet prokurinjë në të ardhmen. Dhe zoti Peci ka dhënë informacione ekskluzive për ndryshe. E ka dhënë dëshminë e tij dhe është në interes të zotit Peci dhe të Kosovës që kjo të zbardhet e vërteta. Sepse ka mjegulli, nuk ka bazë për dyshime në atë rast, edhe besoj që do të dhe as për fajsi? Pa tjetër. Absolutisht po. Pa tjetër. Në çfarë stadi është tani? Është herët të flitet, është stadi fillestar, edhe jenë marrë ato veprimet procedurale paraprake, po jemi këto për çdo gjë. Falenderoj shumë për këtë që komunikuam. Pra, absolutisht do të ishte e pafalshme, po që se s'do të jepnim ndonjë detaj. Po, unë deri në këtë soaz më me fol shumë a shumë, po unë nuk e praktikoj të flas për rastet që janë në zhvillim e sipër. Kur të vjen koha, muj me fol ma shumë lidhë edhe me këtë rast, edhe me vërejtjet shumëta apo prapaskenat që kanë ndodhur, po nuk është e udhës tani, t'ja lojmë procesin. Prapaskena pse? Se ka diçka politike aty që fshihet brenda, po çfarë? Ka ndonjë padrejtësi, ka ndonjë gjëti shtrigash, ka padrejtësi. Ka padrejtësi, ndaj zotit Peci. Po. Dhe kjo është shumë e çuditshme. Deri në një ministër
i tillë edhe mund të ndodhin asaj padrejësi që unë i